Temi ke mësu mu dallaverët. 16 vjeç kur kum fillu me punu taksist i Londrës. Mirë sonte e kom një musafir nga Londra. Është një shok jam që kemi punu bashkë. Në fakt, ky ma kam shtu edhe punën në Londër. Më ka spjegu disa, mos thëm dallavere, po disa zbrastinat ligjore që kena më mujt mi përdor në Londër. Ka arë pe Londrës, rasisht e takova në shesh, dhe më tha, Ilir, tha, a muj me arë me po, tha, emisionin ton, podcast live që shetu e bo. I thash, jo me po, thash, po du me të pas musafir. Edhe pranoj me gjithë qef. E ky është Adnan Bytyshi, që e njohin si Giza. Giza, welcome, what's up, mate? Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjejmë. Qysh po ndihesh, Adnan? Po nina, s'ka qysh ma mirë, pranë teje është gjithçka safe. Ja, mos më lëvdo ças shumë. Vish dikun gabove në prezentim ku the që dallaverët ty ku mësuane, Jo. është e vërtet. Po? Unë të kum të rekomandu me ardhën punë me punu me mu, kurse dallaverët deri sa të kam taku ty, unë kam qenë shumë i çeltërt. Si me qenë Adnani i Shqipërisë, më? Absolutisht. Fol më mirë. Flasëm tamam çush dohet, po temi ke mësu mu dallaverët. Pse Adnan ti ke mësu dallaverët? Kjo është. Unë me marr pe Kosovës në Angli mi mësu dallaverët e anglisë. A kish besu dikush? Absolutisht. Unë kur kam shku i njom atje, kam shku në moshën 15 vjet. Ani me tregona qysh e shkuat në Angli, e tregona poshtë zotit se e kini histori pak interesant. Qysh e nis, qysh e shku. Ka qenë vendimi i nanës, do më thanë me shku për Londër. Ti dhe motra. 92-ën. Po, kur patën ardhë hik të masat e dhunshme, ku di unë u pat këtësu jashtëzakonisht gjendja. Atë kujtohet Adnan, sa viti ke pas? 15. Po t'jeshe, 15 vjet kujtohet. Thash mos e kon më i vogël. Jo, 15 i kam pas. Edhe kështu që nana pat vendos, pat më shku atje në Londër. A keni pas dikon në Angli kur jeni shku Adnan? Jo, s'kemi pas kërkon, kur kemi shku në Angli, ka qenë njani për personave, dhe me thonë që i kemi gjetë atje, ma vone ku më njëftu, ka qenë vlajut, fatëm për Bashtica. Giza, the bravo, big Giza. Bravo. Ti, the little Giza. Exactly. E kush është the middle Giza? Middle Giza, Sami. Sami edhe ti një ka që aty in between. Okej. Kjo është një shaj respekti, faleminderit shumë. U ktheve për kënej, kështu që po që unë erdha këtu që unë ku jam. Mjetet i atje që ku je. Kallzona pak pse mete çka bone që shkove krejt Adnani anglis ket njohin. Po unë meta i lërë se unë thash ma herët që në moshën 15 vjetë pa ta shku në Londër. Edhe kur shku në Londër, unë me një fjallë u rrita atje. Qashtu. Ke kry shkollën pas lufte, 99-ën, unë i kom pas 22 vjetë. Edhe 22 vjetë është një moshë që ti veç u rrita në Londër, dhe me thonë shkove si adoleshent, e kalove adoleshencën, erdhe moshën 22, kum pas gjithmonë përshtypje që në këtë moshë tash mujmë këtu me vepru, me punu ma mirë, me ba fan, me ba këtë ato senet që i kum ba. Hipotetikisht është ndoshta me thona kësha kalu këtu ma mirë atje, po si do që tjetë unë ku vazhdu atje, në regull, ka vazhdu deri tash, po nuk do me thonë që nuk e menoj me një tarë me shumë të shkurt, tafërt, mu kthy këtu. Po, absolutisht, unë edhe prandaj jam të pregadit paka shumë. Ama këtë thuni që shtu, kur vjen një farë moshë, ti alo, si e plak, unë zakonisht kur ti ndigjej këta 65-70, aty thojnë, s'ka me Kosovë, veni ma i mirë, ojri është ndryshe, që kur ti 15 vjetë të shku jashtë, në Londër. Ilir, qëre, përparsi, prej meje kam veç ata që janë shku gati që janë lind atje. Dhe me thonë, pak më shumë përparsi kanë atje. Po si dhe që tjetë, nuk e di, kur e bën një moshë, unë tash kom fillu, nuk kom bo moshë të madhe, nështë nuk jom plak, po 47, prapë menoj që do të më kthy kënej. Është për shumë arsye, për arsye të qetësisë shpirtërore, për arsye njerëzit e tu, për arsye me vdek më burr. Tu, mirë me vdekën me njëri më jeti 47 vjetë me dek, Adnan. Absolutisht. Po a ti qa ke bo në Angli, Adnan? Sanin e ke bo, ti nuk mos meno që der shpirti që ashtu veç hajt po desën e me 47 vjetë. E di, Shotski. unë thashëm fillim të emisionit që ti
I ki mëkatet më të mëdha. Une? Që mi ke mësu dallaverët. S'ka shans. Edhe i kum bë krejt ato të zeza. Shans nuk ka. Tash është e vërtetë. Hajde kallzon atash edhe pak edhe për shikus ton. Po ata që në Angli ata e din kush je, po folim jashtë Anglisë, që për shembull ka shikus tjerë që këshyrin në Zvicër, Gjermani, Francë, Amerikë, Kosovë, gjithandej. Hajde të këshyrim tak të din Adnani. Sa vjet i ke pas kur e ke marrë lejen e kiret edhe sa vjet i ke pas kur ke punu me limuzin, mu kanë këthon njerëzit. Adnani e ka vozit limuzinën. Shumica njerëzve janë çun kom kanë piskat. Ku? Po e skerri vet, jo të shoferi se e kon më i vogël se vollani. Absolutisht, ashtu është ke drejt. A është ashtu? Ke drejt, unë kam qenë moshën 16 vjeç kur kum fillu me punu taksist i Londrës, minicab, ka qenë, domethënë jo bash taksist, si ata black cabat që jam sot. Sot po kena me fol për black cab, ka dalë se mos ma shit ato se ku dash fund tash me shku në kronologji të Adnanit. Je kon minicab. Edhe pa ta fillu taksist Prishtinë Fushë Kosovë thojmë na dëshim. Domethënë në kom qenë i ri, edhe më rekomandojnë një shok që është më i vjetër se ti. Po tha, mund është ta me bë lejen, tha, s'ka problem, tha se këtu tha bëhet leja edhe s'ki nevojë me shku në test. Edhe unë isha 16 vjeçar, isha entuziast që mos me vazhdu me punu në për karvosha, në për me lajen, pse jo me dal, me kalu, me një punë tjetër. Edhe ma pa të bërë një letë që ma thane, ku marrë vesh që a leje së shkon leje, po shkon leje falcë. Vone ke kuptu. Po, leje falcë shkon burë. Une tu punova një vjetë. Pe 16 vjetë dhe 17 vjetë që i bona... Ka zënë eksperiencë në fillim ka të regu Adnani 16 vjetë me hyp me thona i qëm Eastern London. Atëre s'ka posot, që kur që ki navigacione, ki horta, atëre kone i 20 mapi, horta. Po, ka qenë një treme madhe, dhe më thonë njerëzi ti po shkon me një shtet pa njoftë, do rrugë, prej Kosovës. Rregull. Absolutisht. Ka qenë një trem, ka qenë një eksperiencë që në fillim nuk e ke pas atë konfidencën, po me gjithat kanë kalu disa muaj dhe kum te i kalu atë krizën. Atë krizën. Jem përshtat mirë edhe moshë 17 vjetë, kur mora vesh që se kam lejen original, pa ta shku, pa ta hin test me të parën e pa ta marrë lejen edhe pa ta vazhdu punën e njëjtë. Normal. Bele, si sot e mbaj men, ai menaxheri i kompanisë. Alia. Jo, Dani. Dani, po. Riazi, kjo është para se... Dallas ka qenë atë. Po, Dallas ka. No. Edhe unë kur isha regjistru që kam lindë në vitin 76. Edhe tashti kur e mora lejen original, unë e mora me ditlindjen original temë 77. 77. Po, edhe masi që e mora lejen original edhe po hypi lartë në zyre aty të Dani, pëtëm, Dani, listen, we need to change something because I just noticed my date was shqip lut na, please, e di që të kove emocioni. Du të me ndru, thash... Apo të nune ta përkthej? Po, absolutisht. Okej, përkthej edhe une. Okej, hajde. Dani thash, më du të me ndru detajet se këtu data e lindjes, po më duku që e kiti gabim. Se unë jem 77, nuk jem 76. Sa ajo leja që ishte ma herët, ajo originali, falc. Ajo kishte qenë 76, se me mosh 16 vjeçare nuk lejohet leja, po. Edhe thash do të me ndru lejen, edhe veç më ka këshyr një herë, kështu, edhe ka kesh. O, tha që ke gabim që e kumbone. Edhe ka kesh, edhe po më këshyr edhe një herë, tha, në regull, tha, mi jep detajet korrekte pra tash. Emnin e ke pas Adnan? Po, këtë gjitha kanë qenë. Po, se zakonisht atje në Angli, ti më patim su mi ndru emnat, herë jem kon italian, herë spaniol, herë bugar. Qa ke qenë ti ke qenë Eiler, se s'do ishe me ndru emrin. Po, unë plët jem kon. Se ne e morëm një punë, dalim aty pas ma vonë. Dalim ma vonë të puna që që desh mu prezentu në si anglez, se Arab nuk dëshin mi pas shoferat Arab. Po letë shoferat Arab, mas pari, ato ka dalim asane, ate ka zon pak për atë noni, dhe kur kem me rrit aty. Edhe kjo kështu, ka vazhdu puna, dhe me thamë, e kom pas këtu, kom punu për kompani, me limuzina, kanë qenë atëre ato top luxury limousines në Londër, me 6-2, ku dijune, për mu ka qenë shumë excitement, ka qenë një entuziazm, me shku, me vozit njerëzi, me famë, trem fillim po dikura fillova e fitova të konfidencën, sa që fillova edhe me përjetu një farknatësie, ishte një përjetim jashtëzakonisht i mirë që
mu ka besu ajo punë, me pasë në dorë disa njerëzi me famë ose delegacione qeveritare të shteteve të ndryshme, edhe kështu që kemi vazhdu pastaj. Veç, a diçka thojnë atë në krejt shqiptarë që kam punu për rreth minikep që e kun taksista në atë aspekt, i vetëmi e kun atë nani që e ka dash parën. I vetëmi e kun atë nani, pa e mos kërë se thë që në atë nani është i vetëmi që ka punu 3 shifte. 2 shifte, ka flajt kërë, ka bo pare, me na qarosta s'ka pagu kur ato ju që t'i shka që s'ke pas shef, asi, po s'ke pas ku. Që shtu më ka thonë. Po mirë, rregull. E din ti ma mirë. Na kem përjetime shumë bashkë dhe... Hajde tash dalim te prejat nanit, e kaloj këtë fazën, në bu ekspert, në bu njoftën në komunitetin shqiptar, në Londër, kete ka njoft atë nani, giza, me kërë, me limuzin, me taksi, me këto bla bla bla. 97 vjen Ilir Prapashtica në Londër. Knatësia më e madhe. Po s'm ke njot atëre përmes Fatonit. Knatësia më e madhe kur të kom të ku, ka qenë. Të do kësha interesant. Me vllahën tën kemi punu, domethënë unë pata hi 1 vjet mas i veç Fatoni, punonte në Dallas Cars, unë pata hi aty 1 vjet mas Samit edhe Fatonit. Fatoni për ndryshe edhe Sami kanë qenë të parët që kanë pas limuzinën e vet. Po e di, ato e kanë vozit edhe të ndjerin presidentin Ibrahim Rugova. Bravo, delegacioni i qeverisë të Kosovës bashkë me presidentin vitin 93-4, nuk e mbaj mend saktësisht. Ata kanë marrë vetë detyrën që të kujdesen për protokoll, për udhëtimet e tij edhe për gjitha ato që kanë pas nevojë. E tash erdhi Liri në Londër, ato punova nësa punova, dikur... Erdhi Liri me burim kinezi. Po, unë bina, burimi arma vonë, Maj me që kur të më taku, mas pare... Burimi arma sa ne, unë që u pa ta stabilizu, për e isha restoran. Po, mas asojnë atë ti më tha, mu lej këto, se këto restorani, këto nuk jo kërgjë, këto... Absolutisht. Dush marë me punu, shofer aty, është respekt, jenë kravat, ka pare, këtu, njerëz ndryshe, kur si dijet biznesit, bjen e Arab, bjen e Audit, bjen e kësi, të bën një punë. E para, ka qenë një lërë që unë kur të kom taku tyje, ka qenë një knatësi, një mburje me pas një shok si ti. Edhe pse ki shumë gjunahe, me gjithat ka qenë ajo hit and love. Qyre, dashuria dhe urrejtja që aty të dashuri, edhe kështu që unë e dojsha me komgullje më të pas pranë. E vërtet. Edhe më ke pas ata. Absolutisht. Deri në ditën që je kthy tek ne. Qashtu, e punë me ty. Stu kom do 24 orë. Edhe që atë kom maltretut, kom bu 100.000 zeza. Torturat e zeza që i ke shkaktuti ndaj meje, ato s'di me një emision nuk mujna mi kryer. Na kemi histori, na mujna me bo film. Ajo shumë e vërteto. Hajde tash tregona rastin që erdhëm me morën punën kur erdhën delegacioni kines për herë të parë mas 50 vjetë në Angli. Na morëm unë edhe ti na shku në aeroport. Po, në kompaninë ku na kemi punu, pa të ardhë një kërkesë për kujdesje delegacionit kines. Edhe unë isha pak ma me provoj aty për shoferave tjerë dhe mu pronari shefi jonë tha, okej, po ta la, merret i përsi për organizoj shoferat, sene, po edhe njani për shoferave të parë që ka qenë në listë, ka qenë Iliri. Qashtu. Unë e kum pas ministrin, ambasadorin e kum pas. Ti e ke pas ambasadorin, unë e ke pas ministrin e punëve të jashtme. Kines, bravo. Edhe kemi qenë aty në konvoj, dhe më thonë kemi qenë... Ka co para policia ko në trajnu njerë, që na thanë qysh mos me i konvoj, mos me ato. Ti e thirë shëvlon të em, telefoni, dhe Iliri ja ka nisë mu njërësit pik dimrit, prej tutës, i popullist. E dyta, Ilirin, kur të nxojnë policia që pëpunon falës kanë me rej me checkbook, që me zhandima. Apo të kujtuat? E unë të bëjsh Adnan, mëse përmen checkbookin, se ata e din që o checkbookin. Checkbookin që në social morin dima. E unë e punojsha. Mas morim e mora clearance me him me punu në aeroport. Po e more clearance, se atëre ka pas regullat tjera, edhe shumë mirë që ka pas regullat tjera, ka qenë më të butë kanë qenë. Na kena ushtru pismën me kera, mon men. Absolutisht. Me polici që është do të me prit, mos mu afru të motore aeroplanit, se të merë aeroplani. Me i po gomat e makinës, kur të nalësh, zguzon mu afru ma shumë se që ishe makinat. Qishe gomat, shto pas zguzon me ik prej aty, se vjen polici me motor, mund është me godit. Kret këto sene, profesionale kanë qenë. Me ke mësu Adnan.
Ato. Po se ne kemi punu bashkë. Po kena punu, po që thash në fillim? Dallaveret ato, kush mi ka bo? Po s'kan qenë këto dallavere. Kush s'ko qenë mi, ku punu paletra më kështi. Dallaveret kanë qenë ato tjera që më mëseshe. Paletra ku punu. Po... Kështi në aeroport që aty ku kom një pazil. Shumë mirë. Do të thonë, edhe kjo ka qenë e mundshme dhe e kemi bo. E ke bo atë nënë? Ma ti e ke bo më burë për mirë qenje. Nuk e ke bo ti me abuzu. Je larga soj. Ka zona. Ne kemi gjykusit e drejt ato. Po, edhe pse kemi bo gabim, s'ka lidhje, ata kanë gabu. Po, se kemi dëmtu kërkan. Ata ka zënë historie që më kanë ndodhur me qytet Nanin. Edhe tu prit në aran, prishëm aeroplanin me ardh edhe me ardh delegacionet. Na ishëm aty, këtë me dorza, me sheshira të bardh, me tesha të kompanisë, limozina, secili kishëm përpara aty, edhe vjen prej konsulatës Kinës. Njëni, ma jep një zarf, e që e letë zarfin qa me po, Republic of China, thank you, ato blam blam, edhe një 200 fundëshe tip, bakshish. Ato, edhe marru në zarfin e shti në gjep. Tu shku, prit aty delegacionin, në duf ke menaj, se cili para limuzines, atë kujtot. Ti e kon, një 5-6 limuzina ma largë. Tu prit. Hajtë thash kejt e shu Adnanin. Shkova aty të Adnanit të volë, thash shisha që zvik aeroplani, për në aty delegacioni, ishin kjerët e shtetit, governmenti, kontrola e rep, mos vet aty. Janë Adnan, të Adnani shkova, kur qaj kinezi apet. Vert, trap, me api edhe një zarf. Kur i shyra ty zarfa, mi dha mu. Adnani, ama gjysën. U më ne keme ma marë tipsin, i mora 2 tipsa. Atë kujtojt Adnan. Po, i ke marrë ti vesh një. Se ti ke qenë një fardallavergjie. Delegacionit kinez, zoti e ditë që i ke folë ti gjatë ati ambasadorit. Ajo kon kërë kërë më kanë marrë njerë, se më thire ti mu, unë e folë a Shqip. Bodyguardi, a ish ambasadori me grune vetë, mrapa. Edhe i folë a une, me ty të folë Shqip. Ma bona, excuse me, tha, which language you speak? Qfar gjuhë po folë? Qatë ko, NATO e pat bombardu në Beograd ambasadën e Kinës. Ti ku me di që e ke thonë, jo tuta, thasha Italien. Tha Italien? Tha, nuk po t'inglon si Italian. Thash, po thash unë jem prej veriu, ta nena pak ma ndryshë, ma si u më nisha me nëzire, po që diqka së në regull. Atë kujtojt atë nënë, qa kimi hek? Po, më kujtojt, do më thanë këtë jo saksisht, po e di kjo që... Ti ke pas ambasadorin, ti ke folë për politik. Ministrin, po du me thonë, e punë vetë jashme, ti ke folë për politik. Po, ndëgja, kinez... Ti je kone dhe i prirë pak në politik, e marë pjesë pak në aktivitete politike në Londër. Po, pas kohë, kum qenë aktiv, kur kum pas që ka pas nevoj diçka me ndimu. Jo, ata qëre, pas edhe si pasion. Pasion e ke pasë, qëre, për para ku një unë i këtu i thëshin Hasan Karceli. Unë të kisha thonë ty atë, në Karceli se e my të këqyne për patjet nga të ndërrat ty. Po, i ke pasë do si se. Unë nuk kumba prej një subjekti apo në subjekti. Jo subjekt, ke mon, ke këqy, po thëmë, s'po thëmë në ti më koni vendës. Unë, se s'kum pasë unë, ko mu marë në aktivitete politike. Ti ke bo pare, ka to, plus ke nga për politikat në, mësë u ka zoti muna që të i nakun. Pa i kum ga, aqë sa kum pat nevojshme me ndimu kauzën, me ndimu qështjen. Qashtë, ti bje kun Adnani qështjes. Unë e maj men, si sot, unë kam qenë i ftuum për mu kujdes për Adem Demaqin, kur ka pasar të në vizit në vitin 96. Po 97, nuk e maj men kur saksisht. Kum qenë e angazhum dhe që këta më të vjetri që ka qenë Bejtullah Destani da uti Plora Cedium, pa të mba ftes që mu kujdes gjatë vizitës sa ka qëndruat baca Adem në Londër. Po, edhe kështu me ratë, ka pas edhe tjerë kur kanë ardhë, mësne që jo kom ofru për me support, me përkra, në kuptimin që do që ka pas nevoj, për ato që ku mujtur me ba, po jo që e kum pa që unë i takoj një subjekti apo diçka. Ti ke bo qështë qenë unë aktivist. Jo aktivist, po je kun Jo, kum qenë aktivist prej viti 2011 dhe në 2015 zyrtarisht vetëm në një subjekt. Po primer të smetisha? Kam qenë vetë vendosje, kaq. Do me thënë atjes prej diasporës, po jo se kam pas në detyrë tjetër, kam qenë specifish, po. Thjesht si atëherë mu pas dok që duhet me ndimu. Po ti ke kontributi edhe në 99-ën, ke marrë pjesë, ke lënë Anglinë, je shku në jo 99-ën, para 99-ën, sa? 99-ën, je shku në Shqipni, ato e ke pas një farë historie pak interesant, ma dhe u ktheve prap në Londër,
Po, para se e ke dhënë kontributin ton. Lufta u pa ta kthy në Londër. Po, e pa të dhënë kontributin Adnan ato se shumica njerëzve edhe nuk e dinë, s'ke fol kur në atë aspekt, po kallzon Adnan pak në punën e shoferit. Punën e shoferit Iler unë mos po shtat shumë, më ka pëlqyer shumë. Në atë kohë kam qenë entuziast përderisa komuniteti jonë shqiptarëve në atë kohë i kam pas punë pak më të rana në për restorane ku diun në ndërtimtari këtu mu do ke pak më zotnishe. Shoferi. Po pra me punu në shofring. Po me kravata, tofir, kjerri mirë, komoditet, arin angli gjithë shi, kur jenë kërë lezet. Po, edhe kjo ka qenë domethënë arsyeja pse unë jam përshtat me atë profesion. Arsyeja tjetër ka qenë se unë kam pas shumë relacione të mira me klientel. Edhe kemi qenë shumë pak një prej neve që kemi pas klientel private. Domethënë unë edhe Fatoni kemi punu më shumë me klientel private se sa të mbarur prej kompanive të ndryshme. Keni pas Jaudi, keni pas Arab, keni pas ambasada. Arab dalëm masane, po Arab ku punu deri në 2001 i kum tan vetes ma nuk marr kontrata me Arab, edhe s'kum marr kur që ka ndodhur diçka pastaj ku pata kalu me Jaudi, domethënë me Gjuz prej Izraelit. Që ishte diçka shumë e kundërt, pe Arabëve me kalu aty. Po aty kur pata unë kur pas në ndërtuar këtu dhoni aty pejat atu të marr, tu mos dhon. Jo, por kundrazi. Një farë ekstremisti, dy ekstreme i ke bë. Por kundrazi unë kur kum fillu me bë diçka për vete, kum fillu në ditët që kum fillu me punu me Jaudi. Edhe unë jo se jam regret apo diçka, po jam shumë mirë njes. Se mas shumë të që kum su njetën tam, ka qenë për Jaudi. Venjani është prej klientëve të mi që është 125 vjetë, prej viti 2000. I cak? 2024 vjetë i galli. A i galli? Po, me gallin. Po e di. Unë ku pas shumë fatë madhë, që ato e kom klient. Halatash e kësaj dite? Halesat e kësaj dite, e kom halesat e kësaj dite, kujdesem për të edhe pse ai tash ka bani mosh 72-3 po më duket dikur. Po unë alesat e kësaj dite kujdesem për to edhe është jashtëzakonisht i kujdesshëm ndaj meje në çdo aspekt, jo vetëm financiar, po kemi edhe shoqni burr të mirë, kum qenë në Izrael një 4x5. Përse që kam filluar me punu me Igalin, kam mësuar shumë për Izraelin, kam mësuar shumë për si popull që janë, edhe kam një simpati, një kulturë. Simpati, respekt, dashamirësi. A ke qenë, kem duket i ka po fotografit, je kon, një 3-4 herë? 3 herë kam qenë në Izrael, po. Kam pas më shku me 22 tetor viti 2023, kur ndodhi ajo rasti, domethënë ato atake sulmi terroriste për Hamasit që ndodhen në Izrael. Kam pas më shku 2 javë masanena, po shkaku i saj u anulua eventi edhe pata me të pashku, tash shumë shpejt prap kam shku. A mërmanja me një kohë nashta 3-4 muaj. Po më duket njerë mos gabofsh Adnan e ke pru edhe një investitor në Saran, Shqipni, një shku dhe i Korfua, ka qenë një Jaudi? I kumpru në edhe në Prishtinë, vitin 2005. A po? Po, në 2005 jemi taku t'i ke arru, jemi taku të Remi në Marsh. Po. Ka qenë edhe në shoku jo Bajrami, u patëm taku aty, a i ka pas arë këtu, ka pas interesim diçka me bo një investim, po pastaj këta zakonisht para se me bëjnë investimin përfundimtar, i bëjnë disa research, edhe paton përfundim që se vlen. Po, nuk e vlen, se kur unë e morra këtu ishte diçka për shitje një parcele madhe tokës, ku ka pas mundësi më ndërtu diçka, kur erdha këtu ai s'mundje me marr frymë për ndërtimeve. Edhe mu më tha, Adnan, nuk është me këtu me ndërtu, tha. Këtu vish du të më lidh me çta ndërtu, tha, dhe Mr. Shit këtu. Po. Tha, këtu ka më shumë fitim, tha, me mujt mi ablej të ndërtu, ti mi kap mi shit, edhe mënyrën që shë spjegoj një metodë shumë të mirë, ke jashtëzakonisht interesant. Po, interesant ke. Edhe pastaj mu m'la për shtypje që shë shpjegoj, po edhe arsyet e veta që i shpjegoj pse nuk e vlen për të me ardhë matutje, mu marrë me këtë punë. Unë i kuptova drejt edhe kështu që nuk ka pas vazhdu. Në Sarand, po në Sarand ka qenë aeroporti, jo në Sarand, po në Vlorë. Ka pas interesim një aeroport me ndërtu, po edhe aty ka pa dalë problem diçka me tokë që nuk u di ki bashkëpronartë kush janë.
Na kur e kemi këshyr, na kemi menu që ketë pedim kush e pronari, po kur e kam bë research ka dalë që edhe tjetër kush pretendon që është pronar, edhe pastaj s'ka ndesh me i më shumë. Edhe pa dalë bile ky e mbaj mend ma pa të bëni këta që ka pa të mbaj survey këtu, për në Prishtinë tha, digjo tha Adnan, tha këtu tha është veni për mu bë i pasën. Po i pasuni mundet mu bë me hup. Se sistemi tha funksionon tha pak ma ndryshe, e përshujti pak si stilin mafioz në atë kohë, po flas për vitin 2005. Tha, këtu tha, nëse dënë tha me bë pare, tha, këtu tha ka tha mundësi. Tha, se, ka potencial. Po, tha, ka potencial, tha, i kryn tha punë ndryshe. Do me tha në i gjenë njerëzit që ti kryn punë, ke këtu, tha, po, kur ki tha lek, edhe dënë me arë me investu, tha, këtu tha, edhe mund është mi hup, sepse tha, do me tha, ata kundërshtarët e të tregtar, mund me pas sa dush material që më t'i hup edhe ato që i ke fitu tjetër ka. Edhe më pa të bësh shumë përshtypje. Ata janë një nerën largë. Po, janë një nerën largë, që ashtu është, ata t'lindun janë, unë menoj që për tregti, për biznes, si ata janë, nuk ka asnjë popull në botë. Unë s'kom taku asnjë prej tyre që nuk ka aftësi me bë biznes. Unë jetën teme jo, sa do që mu ka dok në pamje, në fizionomi që nuk është naj diçka kështu, në momentin që kemi hinë bisedë, sa unë gjithmonë ku mësu diçka për tyne. Kështu që... E kusht mësoj me hinë Black Cab, tash kalzëm, sa shqiptar jeni krejt taksi Black Cab, taksi dzina? Black Cabs kemi bo shumë i lirë. Unë kur e... Kohën tonë e sajnë i konë? Pak de? 3-4. Që ata e di? Po tashti jemi dikon, të Kosovës jemi dikon një 40-50, Shqipëris mujnë më ka në afer 100. Do me thonë 145 shqiptarë vesh jeni Black Cab. Ma merë menja... Komunitet i madhë. Ma e kemë qëtu një grupë, në telefon nuk e di, jemi një numër i madhë, i tyre që jemi të Shqipërisë e të Kosovët. Po ka plot që nuk janë, që nuk hinë grupë, që unë i takoj shpesh, janë ma, do me thonë, ma individual, nuk futën në grupe tona, edhe kështu që ka, për shembull është, janë burë e gru. Shqipërisë që punojnë, po, dhe vlorës janë. Edhe njëri punon në shiftin e ditës me të njëjtin kab. Tjetri punon në shiftin e natës. Po ata që bojnë, ata vinë punojnë vetëm 3 muaj kur është sezona verës edhe 2-3 muaj kur është dimrit sezona. Edhe gjatë kohës tjetër shkojnë në Shqipëri. Po bashkë me men? Po me men, absolutisht. Ata 6 muaj e bojnë si një vjet me punu, një rrogë që punojnë një rrogë e mirë. Qashtë. Edhe kështu që e kanë zgjidhë çështjen e... Ata që ka thoi për juve Black Cab, ju e keni komplet një hartë në kry. Na... Londrës tja ke, po soshta e Londrë e koklavitër. Studiojmë, dhe me thamë, para se kjo Black Cab mas shofre, në vitin 2010 kom fillu me bërë knowledge-in, dhe me thamë studimet për Black Cab. Sa të ka gjatë, 4 vjetë? Jo, mu jo, se unë kom pas bagazh pak. Po. Ke pas eksperiencë, ke di. 8 muaj. E zakonisht tojnë 4-5 vjetë duhet me prit. Për mi 3 vjetë, 3 vjetë e gjys, average. Po, mesatarja që duhet pa tjetër. Edhe unë kur e pata bo këta, do me thallë është... Edhe ti, më falë, a je green, a je ki dhe... Green, all London. All London. Krejt Londra. 6 mila është prej Trafalgar Square, ku është pika, do me thallë 10 kilometra, ku është pika qendra e Londrës, edhe kemi mësu çdo rrugë, bashkë. Çdo spital, çdo restoran, çdo dyqan, krejt unë mi ditë në kry. Kemi mësu dikon 25.000 rrugica, dhe 28.000 landmark building. Landmark building janë 28.000 ku restorane, stacione policisë, spitale, edhe dyqane, shumë pika tjera, blu plaku që i vendosen zakonisht për kujtim si memorie dikush famous që ka jetu që ka është Londra me plot si blu plaku që është ato janë më të shtirat me mësu, po ato shumë të ndërlikojnë procesin, se ka shumë njerëz zakonisht. Kështu që neve na trajtojnë, tash ka dalë një studim recently, na trajtojnë që e kemi një pjesë të rundin të aktivizum ku nuk e kanë njerëzit e randomit. Edhe falë asaj pjesës që e kem të aktivizum, ne jemi më imun ndaj smundjes harresës Alzheimerit. Dhe me thënë, jemi më të mbrojtur. Më të mbrojtur. Po shkak se e ki në stop trunin të aktivizum. Ti për shembull, e ki po do rrugë shumë shkuta, si shikon 5 shtëpia ti e din sakt ku është. Po, shumë të në rasteve, po tash ka pak mas një kohë. Jeni po lazy se... Jo, nuk e përdorin ato shumë, po bëmi pak lazy sepse ti mëson qatë shumë rrugë 25.000, po ty ato për 25.000 mund më ti më punë në ashta 2.000. Po.
Se Po, ma i din. Po i din. Jo, aty rings the bell, sa kur ta bë thot Warren Street is bia man Warren Street, po ti kur ta përmend Tottenham Court Road e di mënyrë që okay, yes, Warren Street is off Tottenham Court Road. Domethënë është nuk të bia man si ta përmend një rrugë tjetër aty nga ato se një spital ose diçka, se kjo ka të bëjë me short term memory edhe long term memory. Short term memory janë rrugët edhe rrugicat. Kurse long term memory janë point, spitalet ose këto tjera sana, sikur këto ndonjë policia, stacioni kur thotë dikush Tekiku. Ahmet Krasniqi ose diçka është e gashari, ti nuk e din Boakia, po kur thot ai sa spitali që është aty ti e din minjar, si çajo rruga është asaj apo e bën connection. Kjo e ke pas një farë, se zakonisht i kum po këta që e mësojnë që e bojnë në shkollën e Black Cab, e ka një farë lloj motori të skutera, që i kum po me skuter e bën zakonisht, me ti mundesh me bëa edhe me kerr, po kushton edhe të merr 3-4 herë kohë më shumë. Po. Prandaj është e praktike më shumë e bë me një skuter. Po, është një skuter e kum pas për të kohën sa kum bën Allegjën, edhe jam dal ta zam ton ditën, dikon 7-8 orë në ditë, po mas nena edhe teori 4-5 orë ja ardhën shpe dhe i ke përsërit krejt, i ke thirr ato rrugë që i ke mësu me skuter gjatë ditës, ja ardhën shpe dhe i ke thonë për mesh, ta zam prej këtuit me shku në aeroport Prishtinës, ty të është dasht me citu çdo emër të rrugës. Atësore, dytësore, drejt. Po, në Londër nuk është veç rruga që ka emër, në Londër ka edhe rrethi emër. Domethënë kryqat, cross kur janë, ato kanë emër. Gjithçka që kalon ka emër, edhe ti ton kohën është dash me thirr gjithë secilën rrugë derisa ke rri prej pikës A deri në pikën B. Po, Adnan, we are proud of you. Thank you, sir. Ka të zëmë Adnan, ti edhe kur ke vozit limuzin tash me Black Cab, zakonisht e ki një sharp pak takon VIP, aktore, producenta, më ke qumu me filon regjisori, filon producenti, filon aktori, filon ku ke taku ma shumë ma me gjatë limo driving me shofer i limuzinës a me Black Cab? Është interesant i lerë, në shofering takon ma shumë artista ose këngëtar që janë shumë famous. Në shofrin kur punosh. Unë ala vazhdoj edhe shofrin. Domethënë kam kontakte, i kam do atele që veç me celebrity punojnë edhe më ftojnë ata. Ju kam domethënë qysh para gati 30 vjet që kanë një besim te unë, edhe nuk hezitojnë kur kanë diçka pak ma VIP, mbajnë gjithmonë ftesë që nëse don me take over, nëse don me marr një punë. Po. Me shofrin takon këta këngëtar që janë shumë famous si Scarlett Johansson, ta zam kum pas Keanu Reeves. Mi ke qu fotot. Shumë për tyne kum pas. Al Pacino në kum pasën në kerr. Kjo ka ndodhur vitin 2000 dikon. Domethënë ke këta njerëzit mëllaj që i kum pasën shofrin. Kurse në Black Cab takon regjisor, takon producenta. Edhe ata nuk i njeh publiku shumë. Si zakonisht gjithkohë. Po unë njem shumë i lirë edhe kur i marr në kerr edhe e kam një shprehi them nashta mos po drejtoj na keq. Po kjo si shprehi tha, what do you do for living? Then what do you do for living? Edhe I'm afraid ba ja nisëm spjegon një ditë, një anën e pata pa i zakonisht edhe shpesh marr fotografi edhe i postoj në Instagram. Ko po, i shumë aktiv. Edhe pata një ditë tha Teletabize kum bo. Regjisori Teletabize mbani përshtypje, pastaj tu fol se gjithmonë me bë diçka për adult është nashta krahasim sa mundesh me bë sukses shumë për fëmijë është ma lehtë. Për fëmijë me bë diçka çaq interesant. Është shumë vështirë. Është bukur taf. Po duhet me ditë psikologjinë e fëmisë. Absolutisht. Edhe më ka rastis për shembull këta regjisorët e këta producentat me vozit ma shumë me Black Cab. Kurse këto që janë kanë big celebrities, më ka ra gjithmonë me limuzinë. Me pastaj pa ta kalu me S-Class. Me S-Class. Me shofring. Po të shofring ato janë pak më ndryshe, një kategori pak më e lartë, s'është sa më pak private është ajo. Është edhe kerret e mira të bukura i kompon, qysh i vozit një Londra ton ato kerre. Tona e kostabilitet ke pas një periudhë atë sheshe në Gjermani, mershe 5-6 kerre, i beshe, sheshe me qira. Mershe punë, një pa ty me ke marrë punë edhe mu. Po, punë kur marrë shumë punë. Mu ke pagu qysh do të, unë më vone kum kuptu që atë nani, je ka mangull atë nan. I ke marrë shumë, tjera ke dhun 200 futa ditën, mu ma ke dhun. Ma shumë se që jo dasht. Mu? Po, është e vërtet atë nan. Ma shumë se që jo dasht, ty të kum trajtu
Shumë ma mirë se që jo dash Me trajtu po, unë s'po dyshej aty as pak, do me thonë, nëse dikujt ja ke dhon një kafe, mu i ke dhon 2. Nëse dikujt ja ke dhon një sandwich, mu ke dhon hajde merr edhe një diçka tjetër. Edhe pse se ke merituar. Se ko e vërtet, po paret ata. Pse mu s'm ke dhon sikur tjerëve, vonëm kanë kallzu. S'ke pas nevojë ti, se ti marrësh edhe ndihmë. Kështu që Do me thonë je kujdes për shtetin. unë bëjsha llogarin se sa të mjaftojnë. E kisha parasysh sa fëmijë ki qysh tek edhe thosha kaq që mjaftojnë se ky i merr backup, e ka top up edhe knepi ndihmave, kështu që s'ka Adat kallzoj. Unë a ditë që ky liri ka pas telefonat më të mirë në Prishtinë. Po të foli periudhën 2003, 4, 5, 6, 7. Edhe ato ketë si dhurat e Adnanit. Serëm thishën telefon, e disha sigur që të ka nol policia ose të ka kop kamera, ti ka ek 3 poena dhe ato. Edhe më thëshe, me bo që unë e kom vëzit, kishe kjerin tënë që me pështu 3 poena tuat, se për ty jo kon jetik atje, unë jo kon Prishtinë. E qështë ta kom bo në lojnë ata, në thësha atë, allo, Adnan, ku s'po nijet e nalqa. Aty më thërë ka pet, allo, Adnan, po, allo, s'po nijesh të që kanë telefon, Adnan, ato, pris se pa ta bi një telefon, që ta s'po nijesh. Ma që ishe telefonin e ri. I ke nxjerr ti apëshe. Edhe ato që s'të kum pagu mjaftueshëm, i nxjerrshëm masanena me telefona, me sana. Po, qërën një farë mënyrë dashtën e. Unë o dashtë atë nënë, se tim ke bu dalaveru, s'ko pas qare pa unë nxjerr. Qare s'ko pas. Me mujtë me orë dejtë një barazim. Vese me midhun fillim, që 300 funda ditën e ki, po no. Edhe ti mjepshe 150. Edhe më thëshe, mos ju kalzo këtyre se tu të pagu mas shumë ti. Pa e ka qenë metoda që mos mu marrë vesh. Pa ti tu punu, a peshet unaj tu punu me audite, me këta, je mësu aty, të kanë mësu që është duhet. A di që më kuni vetë me Adnan pej bosit fatonit i audis që më ka dhonë bakshish. Ata ka dhu storjen. E marrë me men, unë bakshish ke marrë edhe me mu kur ke punu, nësë ku marrë, ku më qenë Qysh me thonë organizatori, kreti ku më qenë head. Po, kreti kur, unë e ku marrë bakshish. Ti ke marrë se ti e ka një tilë. Diqysh si mos, ju shkejsh ato, yes, no. Bile ti ke marrë shumë ma shumë se që ke kallzu. Nështë ata shna kallzon a dit, po ti ke marrë shumë ma shumë se që ke kallzu. Sanin matë mire ku pas me bosin e fatonit. Sidney na i gallin. Jo, i gallin. Sidney më doket. A i plak e i vjetri. Po dhe Audek. Audek, po. Edhe ato kër shkisha me marrë ka njerë të ke fatoni, shko mere në aeroport se u ardhë, pej Tel Avivit. E këto shko isha me prit në Heathrow. Edhe, Tony brother, ku je, që je mirë, thesha, po shkoj në luft, thesha luft Kosovë, po shkoj, thesha, jo, mos shkoj, ja, thesha, kam e shku atje, kam e luftu, kam milion fmite, këto, e mjef ke 200 funta bakshish për Kosovë në luft. Unë thesha, arrën atin, mas 5-6 muja petëm dhe ke fatuni, shko mere dhe ke se ka marrë pej New Yorkit, ku shkesha, as je shkua, thesha, s'po mlen Toni, mire ko, thesha, ja, kam e shkua pet, s'ka me vetë Toni, no, please, pja, thesha, që, apet mjep ke 200 funta, dhe sa më thiri fatoni, tha, po zoti, tha, ka të dhe se u myte të vetë që shovloha, ato luftua, ka... Ka pas kësi raste, ka pas e tjere, maj me njerë, pa të shkune me marrë një Amerikani mishteri edhe në aeroport edhe i kështë qenë një javë më herët edhe tha, tha një javën e kalume, tha, a është mirë për njanin që ka punu kompani, a është shqiptar, Harry, emrin edhe thash, më do këtë tash po mirë është, tha më ka orë shumë gjuna, tha se ja këshin mytë grune, ja këshin mytë thmite, ja këshin mytë krejt në lufta. Për me marrë tips. Për me marrë tips. Edhe aj që kështë bëj, kështë dhanë bagi shumë i lirë bakshish. Aty një kështë dhanë bagi shumë pare edhe kur po del, ta shti prap mu po mja bakshish, po e kështë bëj edhe një zarf për ato. Api a jap. Po, api a jap atina. Edhe ta shumë në meta, adin ashtu me i thonë që i ka rajt, ishtë që thojmë pështy për pjetë e bjerë të poshtë. Po që ashtu. Adin njeri jam, kësane, unala, kipa kuajt, edhe po shkoj masanena, e po ta marrë ato, thash, për qysh për 5 ashtu, thash, me shku me rajt. Me rajt ma bot pak. Që ta ka që zarfin, sane, thash, unë për t'i japi, thash, po, unë t'i japi, thash, veç nëse ti qëto pare, i qënë ku ka nevoj për i medikun. Që ashtu, ju mi marrë. Qëto pare janë dedikume për viktima. Po që ta njës që ashtu. Nuk janë qëto pare për tyje. Thash, edhe nuk kena nevoj ashtu se është pak rënë, është pak keq, merë vesh, sane, thash, unë ku mujtë mi kalzu që s'ka ndodhë, thash, po mos... Merë keq, me qitë, me qitë në delë. Po, absolutisht, ka pas shumë kësi, sane që kanë... Adnan, kalzona pak tash dalimin mes kur je shkuti 92-ën edhe tash 2025-ën.
Anglia, e di që në pikpamjen tonë e këshy ndryshe, se tash je pjekje rritë, donë që pëthu dhe vetë më këthy kënena, me pas një jetë pak ma qete, shoshnia e di që të mu më thira pesot, më takove në rrugë, adin, në Angli këto mungojnë, në Angli mungojnë raportet. Se si e i venit i lërë. Po, ama edhe i venit më kone, edhe me pas djallin agjës, djallin e tezës, djallin është ven maj madhë, është ven maj madhë, po dhe nuk je i venit. Për shambull konkret, tash dalim të këtu, ma mërmenja që deshte me kalzu diferencën, a ka pas ndryshim Anglia. Po që to. Kjo, që më smena i kjo, arsyeja të epi një shambull. Për shambull sot, u takum rrugës me një deputet. Unë e shumë të estri edhe folim u për qafëm kalu mirë. Do me thotë se unë jam i këto i venit. Unë kur shkaj atje, unë nuk kam deputet shok. Nuk kam atje regjisor, nuk e kam i lirë prapashticën, nuk e kia ato tjetrin. Do me thonë ti automatikisht je njeri huj edhe e ninat e ndin, do me thonë ato jo inferior, po e ndin vetën që nuk i takon nivelit me ata që ka nivel atje. Kurse këtu je i venit, ki qasje në gjdo institucion, ki qasje ku dë është, unë bile mas lufte, kush dhe që e kalshu Kosovë, përderi sa nuk ka pas një profesion, si bankar apo IT-a, diçka që ka pas bukur mirë të ardhuna, unë nuk e përkraj, kërkon me dalë me shku me la kjerë, ose me shku me punu në për restorane ma jashtë venit, se se vlen, nuk është ajo ma. Të këtë dalimi tash që e përmene, a ka dalim Anglia ka shumë dalim i lirë. Na kur kemi shku në vitin 92, na kemi gjithë Britanin, recesionin madhë nështë që ka qenë Britania pëj mas luftës dytë botnore. Njerëzit ka hup shtëpia, njerëzit kanë hup që kanë pas kredi, është ngrit interesi, s'kanë arrit me i pagu kredit, dhe me thonë ka qenë rëmuja madhe ekonomike. Me ardhin e Tony Blairit, ekonomia ka bë bum. Dhe me thonë ka shenu rritje jashtëzakonisht madhe. Të pa kontrolluar rritje. Derisa është, dhe me thonë i ka kushtu kjo rritja e pa kontrolluar që është rritat shumë. Deri në vitin 2006 nështë, ka qenë 2007, ka qenë lullëzim, kredite në bankë se ke marrë 80%, 20% ose 5% mi dhonë, për 125% e ke pas mundësin me marrë mortgage, kredi për shtëpi. Dhe me thonë që a i bjen kjo që s'ka ndodhë kur, para që a thuj, po as mas ati rastë s'ka ndodhë, ty t'ka kushtu shtëpia 100.000 funta të zamë, ti ke marrë kredit 125.000 funta. Se ka thonë 25.000 po mjën mu me ndresht, ta shtëpia në sane. Edhe njerëzit i marrën 125% mortgage, qa bëjshën a ishte kemi një 25% në gjep, krye 6 muja, ashtu veç valuta shke këtu hyp shpijave, e krye 2-3 muja, apo 6 muja shit kësa e ka hyp qaj 25%. Dhe me thonë, ka pas veç a ke desht, a ke dit, pare ka pas sot dush. 2006-2007 ka pa fillu pak me shënu një ramje, që në 2008 pa ndodh credit crunch. Ka pa ndodh aja globale, ka qenë credit crunch. Kriza. Mos knejna në perëndim edhe në Amerikë. 2008, aprej 2008 kemi fillu me pa një të shku të poshtë. Një ramje. Kulminacioni kur ne kemi pa ndryshimin, unë për veti ku pa ndryshimin në Britani, ka qenë Brexiti. Që unë alomene që gabim, po... E ke votu? Po, ku votu, po jo Brexitin. A jo, aha. Dhe me dhanë, kjo ka qenë një ma mërmenja, diçka që ka qenë një shkaktar i madhë, që njerëzit kanë fillu monit gudzim shumë, racizmi me dalë pak ma hapën. Edhe sot Britania nuk është si që ka qenë para Brexitit. Dhe me thonë, njerëzit janë ma hapur të është edhe si racista, nuk hezitojnë mu deklaru. Kundër të, edhe me nëjsi gjdo vend bot që ka bot downgrade, edhe Britania ka bot. Po kur flas tash që për mena marët i gallin që e shëtit botën, a i thotë, krejt vendet kanë bot downgrade. Po prap Londra vazhdon me met lider i kryeqendrave të moja botnore. Si për kultur, prap si për kosmopol, si për të huj, si për gjithë shka. Dhe me thonë, Londra prap vazhdon me met lider, edhe pse ka shënu një ramje në Tunis pej sa ma pak liberal që jenë bota tash, apo për shumë saneve tjera. U takova do në Zvicër Adnan, isha në shkova në Cori, edhe i takova një kolon, fakt, shdrypëm në aeroport, edhe pini të full, Anglia s'prishin në ranë. Po. Kolon.
Edhe po ktheva një orë pja bëj thash, më fali thash, pikojtini tha të anglisë, tha i shishin ata tjerë dula jo Zvisërania i thirë ke Rumanien pasport, Bulgarien pasport. British. Ato jo e knena. The rest këtu, anglesht me mu. Ma bën mu tha, na tha përpara tha e na kuon atje. Thash pikojtini, tha të anglisë. Thash unë thash gjithim kuon qëtu, thash nuk kur si kuon atje. Tha unë se ku votu Brexitin, thash jo, dy thash po këtu thash unë jam mësu gjithë të pritën si na kur nat EU side. Pa kisheron për ata. A di që është një çudi që çkretit këta që u thojnë, këta kanë votu krejt Remain. Ata që kanë votu Brexit, ata gati kur nuk dalin. Ju ka dhonë hapësinë. Edhe me thonë që ati s'pi kushton kur gjë se aja peq atje. Peq atje është. Edhe ka ndodhë për herë parë, dhe me thonë, Brexitin e ka votu, ose ajo shtresa shumë e pasun, që ka pas arsye pse me votu për agendat të tyre ekonomike. Ose plesht. Jo, plesht, ose kjo shtresa e varfën. Sikur me Donald Trumpin, që ka ndodhe njëjta gjatë, me të shtresa shumë e pasun, edhe kjo shtresa e varfën. Kurse shtresa mesme që është më liberale, gjithmonë voton, po duket pak më marrë, më mirë. Kjo është një dallim shumë i madh. Ata pasanikat ata se kanë problem. Edhe kur të thojnë se kanë private jet, kanë ku diun ata kur rafsha, mos u vrafsha, ata kanë krejt. Hajde të pasanikat, na kalzona pak për Arabt kur ke punu për ambasadën e Emirate, Abu Dhabi, Bahrein. Abu Dhabi, Bahrein. Kemi punu na bashkë, unë kom pas një kontratë pa të marrë kompanisë, kemi punu për ta. Kena me kalzu një me se mu shumë mi gjetë dikon edhe masanej, me të Nigeris ko kena punu. Me Nigeris, po, ka qenë Nigeris, ka qenë. Ate kalzu mas po, unë jem konë, po, dhe që i patu pëqelës atë ambasadë, që me kalu. Uranin që e patu më shtiri, ja patu më lidhë dorën me lisica me bojt, akticën me pare. Najra kune ndashëm që e martoj qikën për një angles me ambasadorin e me këta. Po, ju e një kanë aty, se unë jem ka kënena me këta me mdokët me kryetarin e parlamentit, me Sergjina Aba, ka qenë house speaker i Nigeris, një Nigeris, a ju e një kanë tani me këta ambasadora, ministria. A te ka zona pak për Abu Dhabin, për Bahrein, Dubain, këta pak... Po, ajo ka qenë viti i fundit që ku punu në Arab, po, ka qenë... Që e kone dhe jam i viti. Po, bravo. Edhe na pa të marrë qatë punën, unë të jemi kanë të obligum First Lady, First Sheika për Emirateve të Bashkume, ajo ka pasar për medical treatment, për mjeku gjujt. Po, diçka ka pasar. Ti e din se ti ke pas muhabet me të shumë, edhe ty të ka pas si djallë të vetin. Mu mdeke, ma beke, wallah, Din ti që ajo thmit vetë se ka pas asnjë. Kiti ka pas ata të adoptu. Po, asnjë se ka pas. Asaj asnjë. Që ka pas ideali valid, ja? Valid, po. Ajo ka qenë gruaja parë e mirit, të mbretit, apo qyshja caktojnë tituj atje, po njerit parë të Emirateve, edhe ajo s'ka pas të mitë vetë, mas ne i ka pas këta këtë adaptu. Ai mreti ma të le kalon, kur s'ka pas thmicën, kultura arabe s'bën thmija i merë tjetërën, po e ma të dyjat, po titullin s'unë ja ka marrë kësajna si sheika parë. Po, aty kemi... Atë ty s'ka ndosht në dhe, diçka si... Po, ku më mdesht më burti gjithat kampajnë, ke bo gjithat fushat kundër meje, po të s'kelon, sem pa bo kundër meje. Po, qashtu u konë, atë? Po, të po që s'kelon, sem pa bo kundër meje. Po, qashtu u konë, ti si i konë i papërgjeshëm, ato, i maltrejtojsh ato të... Mas pari na punën kur e kemi marrë për arsye që kemi qenë të bardhë, edhe është dashur mu prezentu si angles. E vërtet. Se na kemi, kompani ku kemi punu, pronari ka qenë arab. Edhe ata kanë lyp prej ambasadës, që është 2 shoferë angles mos me qenë arab. Edhe musliman. Për shkak mos me marrë vesh. Qenë musliman. Okej? Unë e pa ta marrë qatë punë, edhe të pa ta thirë tyje. Hajde ti me mua, unë insistesha ti me ndru emrin ti, si njeri që tutësh këto sene me bo, edhe nuk mujë me bo emrin, ndryshonët të me bo. Unë e boj ajler, edhe thash ti angles, kur ty qka të shoj drejt, që senin e parë që ma ke boti mu e krejt, që ato që më ke halakat, ka qenë kur ty, frajeri, unë jem Croatian in Chicago, I was born, but my mom from Croatia, my father this. Se s'ke pas konfidencë, mu prezentu si angles,
aty e di që ata zmin zi folshin anglisht, ata s'dishin kur që anglisht. Ata mi fullirat që jena anglisht, ata konë shumë lep. Po, a për shatë ti ketë mi ketë që për fillimi që thash dallaverët. Unë e pa të dhonë emrin Edi. Ti tashti Ajler, po, ty s'kishe nevoj kur që me ndru emri, ti e kishe emrin Ajler edhe na, po, vazhdum. Po të zezat që mi ke bo më reburë të i natë punë. A e diti që una trauma jëmet i lirë se ke qenë shumë i papërgjetë shumë. Ndaj meje, ti ndaj tyne, adin ndryshe ke qenë, po ndaj meje ke qenë shumë i papërgjetë shumë, s'ke lonë cës pa mbo më po qushat na po ti. Mi marshe qelsat, shkojshe i lejshe shishat e birës në kërë. Ta lejsha voj, dy që gjojshin ata, thëshe është Adnani ka pos këtu, sana, unë i shkreti. Edhe njësa nuk konë interesant, Adnan, jëmë konë me shikën të shku dikon, edhe ka ndodh një aksident me motor, e ka shkel dikush edhe ti e nalë minimu, diçka e orë policia, në qatë ku, ti e konë të qitë me dur, unë im konë të vozit, edhe shikët ka po, tha Adnan, edhe në të kompo ty të volë me polici. Edhe pja bëj shikës, thash ku, thash Adnani, thash është shumë i rrezikshëm. Wallah, bile thash Adnani është mos vet. Thash Adnani rrejet ato. Ku? Unë të folë, kur mo? Shike, me Adnani nuk hypin kërë. Po, qështu ka qenë. Po ndoshta e mreki mu ma mirë, se mas në jone kisha pak ma relaxed. Unë kisha punë. Po, amo ti kalojshe qaj. Ti e pa të bo ato si me vozit në nonën tone. E vërtetë, a di ku më pat këthy bumerang mu? Kër më thashe i ka tha, Ajler, tha, I'm gonna buy a fabrik. Thash, fabrik, qa po të vyjë fabrika, shë i kës peja Budabit në Londër, e thira Fatonin. Thash, Faton, thash, shë i ke ku ko me bde fabrika. Thash, fabrikat, thash, i ka polyp. Thash, fabrik, shumë dhe material qëtof, thash, ko në skort aty. Që ti më karon me që materialit ti thujnë fabrik. Unë thash fabrik, shtu. Ti e ke pas edhe një histori kur pa të shku me punu mas pari në Dallas Car. Hanover Car. Që ke marrë një mishteri me që unë botë Lu Station. A të mba mena jo. Ko marru, hajde. Që t'ka thona i orë t'ka kalzu që është New York janë taksisë exhibit. Që se di. Ska dit më më që. Da, s'ka dit me dalë për New Yorkit. Po, e tash ti që t'ka ndonë. Unë puna ja, fedenak. Puna jote e para e di. Qa ti e po, s'ka po 2-3 puna. Aja ka qenë asë një mënyrën që mi pa të dhomë 50 funta tip Amerikan. Ose ata s'kan dit i ke follerat. S'kan dit, jo vallaj, ju i kalzova drejt. Ata tu kalzu ata qysh ju kanë ndodh atyne qysh një taksis budale kanë pas qysh ases ka dit mi qua mi më dojnë. Jo, me dojnë jashtë New Yorkit rrugës për aeroport. Absolutisht. Pa dikuj pat ajo, ata lavdar, tha, tha, di tha pse dojnë a tha na Londrën. Pse, tha se krit shoferat, tha jëm presionista, qysh të tha, i din e kejt rrugë, tha se mu najnë ata New Yorkut, tha parameno, tha na kasil, tha një taksist New York, tha një orë s'ka dit me dalë për rrugës për aeroport. Edhe mu po të në 2 komët, unë e zdisha me shku në Waterloo. Kërja kom po, thash po vjen kesh, thash është puna me 2-3, thash asone do të ka dalë me lyp. Ti se ke kalu Westminster Bridge, ti e shku një 3-4 ura. Tower Bridge im shku. Po, ti i ke anë, bagi, shumë, i ke pru. Dhe me thonë, krejt udhimi ka qëndasht mu përmbyll për dikon 12 minuta. Unë i ku po gjysore. Ti ke po gjysora, ma shumë zote e dit, më shku më këthuj. A, mon men, pash zotin Adnan kur erdhen Japant. 6 dit me agent. Edhe atë kujtot, shku më citi, kisha mi qu takime me orar, si me thone hane këtu, kënate, mërkure, ajte, prapte. Me Japan kam shumë përvojnë. Nora kasht. 15 aty, na shkojshëm 25 në 8, gjysore, ata tu prit aty. Tu prit, atë kujtot. Edhe marki pikit cigarën, shpuzoren me veti. Atë kujtot çfarë kulture, edhe kër ma boni ai kresori që koni aty, edhe tha, po shiet tha që vllai tonit që pidin rrugë krejt, a unë një natë më herët, një ditë më herët, shkojsha në city, me i të zetë, me artë, me edin, me grun, edhe me këshyr objekte, aty në ora 5 unë bëllke. Në ato policia, thesha ka më shku filon objekte, se punoj shofer. Edhe ata ketë monitorun CCTV, ketë na qyshin ku përshkujmë. Edhe të nesme shkajshane. Kena me shku, si me thonë, te Keko, në trap te Keko. Kena me shku ku jena këtu, te Erika Apartments për shembull, trap shkajshana. Kena me shku te Yes Pharma, trak. Kena me shku Stop, Eat and Go, trap i qesha. Oh, tha fenomenal, tha po shihet, tha që je, tha vllai tonit.
Ma ka ndru ditën e fundit agjendën. Kisha me qu në aeroport të pregadita, thash, losh, takim, kishim me hongër drejt një takim, edhe më nis për aeroport. Kër ma ka bo, tha, driver, tha, shofer, tha, kena me shku, tha, dhe një takim të një unë na ka dalë urgent, një rrugë stram, qam, vlam, badan, gjadam, diçka, tha, edhe kena mu këthi për aeroport. Hupa, sarin e pare qena hubën e kere, tha, shumë prish kena. E thira fatonin telefon, thash, Giza thash, ku me shku, kamero, ku je? S'disha s'mi kalzu, ku jem pejtutë, s'm kopi, panika, qa ty, më dzënën, më qëtën që s'kërkas jam. E ti këto sani ki kalu më t'jednan. Po, edhe unë ku pas përjetime, fillim kur kum fillu me punu, ku pas përjetime, po unë kum pas, do më thonë një fat që fillim, kur kum shku me punu, aty në Dallashkar, kum pas një, që më thonë më kam prit paka shumë si shoferi ma i ri që ka, plus përparësia jam e ka qenë edhe te klienti, se klientet kur e kam pa një shofer që shumë i ri, nuk ta kanë zonë shumë për të madhe. Qashtë. Apo mërë është edhe të falët. Se i ri e sane kë mëson, mjafton që ky pas ka ambicje me punu, jo me dalë punë po, këshia. absolutisht, edhe unë gjithmonë ja lo qasajna, jo pse kom qenë unë qyshëm fillim superiore sane, po edhe kur po je lunë rol, për shembull 22-3 vjet, po edhe 17 vjet, 16 kur fillosh me punu, truni ma pak i ngarkum ti ma shpejt i kap sana. Qysho. Çaj unë jam rrit faktikisht në Vallon. Qashtë. Unë jam rrit. Ka zë Adnan, kohën e fundit, qka ndryshove, qka ka të ti, po du me dit pak ti, e ku një Adnan pak i trosh, e ku një Adnan pak si babush, s'ta ka një fort, qka ndryshove kështu, tash ke fillu me gjim, me dieta, me do ushtrime, po të sho, në aktiv me do boksa, me do sane, je në stop, ku pe gjon të këtë koti, i ki gru, mi mozën, i ki 2 fmi, e ki një djali, jash zakonisht menqëm, ato, këtë energjiti, kur shtini, Adnan. Jo, i gjen, për Ja, se gjen diçka ka ndodhë. Pa i mshtini... Ja jetut, se që shkojmë të mje kërë rezda, ku, që tash pianisi, unë shok e kom, si ti me analizat, thët hajde më doli me ngo. A do më të kalzu që ka shtimu mas shumë. Hajde. Në 2007 ku fillu me ushtru. Për 2007. Për 2007. Kur kemi shku në Izrael, në Jerusalem... Tjeti, sa ki pi dohan, Adnan. Shumë. Tash i ke lon krejt ato, i ke lon alkoholin, i ke lon plot. Je shku në Izrael? Hajde. Unë kamet, kur që tjetër. Patëm shku në Jerusalem, edhe kur kemi qenë në Jerusalem, unë kam qenë 2007 në 30 vjeç. Po, krejt grupi që kemi qenë, kanë qenë anglez, apo jaudi që kanë qenë mbi moshën 45. Vesh ti ma i rio? Po, unë ma i rio, unë ma pa kondicion. Krasim aty. Ata hesqin, të nditën të asit, u knaqshin, nuk unë ishin të lodhen, unë isha jem kanë shumë i trash, atër e kom të fotografi, burë, agli, gërdim, ja për vetës. Edhe kur u dërzojsha, kur ishëm dhe rrugë, s'mo isha me vazhdu tutje me ta, u dërzojsha, iler, për që të kjerë, ja, dikoni unë alësha, të nejtë, aty dhe i sot këthejnë ata, se s'mo isha me ta, u mërzita shumë, u mërzita burë, jem këthy në Londër, të shku në banes, e kum pa gjimin, jem bo member, edhe që kur ba njëtën tem, se kum nalë. Cigaren tani lash 2009, shtova pak pesh, diçka mas e lash cigaren, po pastaj prap tërda, po, mas disa vjete, ape tërda, do me thënë, po nuk shtova shumë sa kum pas atëre, po diçka shtova. E ke ndrejsh trupi, tash e ke bo perfekt, po të shu aty në për të rjetët sociale. Po, trupi është, a di që është trupi, Iler, unë e kom një shok të amin është personal trainer, Dorian, ka emrin është prej Shkodrë. Edhe kur nuk e harroj e pa të taku ato, kur pa të fillu me ushtru, tash po du me ushtru, po du kështu me bo, tha, ta bëj një pyetje atë, tha, apo do me ushtru, tha, mi hina i fargare, a diçka, apo do me ushtru, tha, kur të vesh këmishën më të najtë mirë, patollat, mësoj pas problemi, i vesh numrat që do të jo mi ble large, sa troa i vogël. Slim fit. Po, ose po tha, po do të tha, për që thash qëro, thash po du, thash teshët më najtë mirë. Kjo edhe me jetu shnetshëm. Okej, ma pa të ba një farë programi, faleminderit shumë për i Darianit, ju kum përbajt një kohë begi, edhe do me thane kum po mas ne tani kum fillu me ba ndryshime, kum ba boks, bëj ushtrime, do me thane boxing, bëj yoga, bëj reforma pilates, edhe nuk ka aktivitet, bëj cycling, vrapoj, 10 kilometrën e kom dikon të rote, 6-7 minuta që e kum ba rekord, po kjo ka qenë atere, dikon vitet
2008-2009, jo, 2009-2010, kurse tash para një viti prape kum bë dikun 42 minuta 10 km. Po, mirë. Këtë plakun që më bota ashtu është. Po çfarë plaki mëre 47 vjet që ai të vola na. Edhe kështu që nuk ju kum nal stërvitjeve dhe ja rekomandoj sidomos njerëzit që janë vallon ose kanë punë IT ose diçka është me mos me fillu sidomos Reforma Pilati është game changer. Ndikon shumë krejt trupin, po edhe në ulje të peshës, yoga edhe gjithçka tjetër. Po ku me gjetë kohën Adnan, që ty është problemi, ku me gjetë kohën? Unë më burrën. Që ta po them ka ti, disa punon ti. Unë duhet dal në 6-7 mëngjesit. Punoj deri në ora 12. 12 e nali kabin, e parkoj, shkoj në gym, 1 orë gjys 2 rri, dal pi aty të vazhdoj me punu. Ata unë kam shokët e mi që ata 1 orë gjys 2 shkojnë për kafe. Po. Hajnë pin, edhe apet vazhdojnë ulën. Dhe me thonë, ti mos shko më ullë kafe sane, plenë diçka thjesht me hangër. Edhe shkon gjim. Po, shkon gjim që atë kosa ullësh e në rren. Në bazen. E cycling, ku që shpeqon ku unë me cycling? Cycling e bëjnë klas. Klas. Nuk bëjnë klas, e bëjnë ka njerë 30 minuta, 40 minuta, po klasat zakonisht që se unë e boxing edhe klas bëjnë. Dhe me thonë, nuk bëjnë boxing, kështu bëjnë, ka njerë 1-to-1, po ose në sparring aty këtu, po shumicën e ushtrimeve të boxit i bëjnë klasa. Jemi dikon 18 veta që we join the class. Adnan tash po do të marr, po më duket pak më shpesh në Kosovë, që shumë tha sot du më kthy pak më marr më shpesh me fillu pak më drejt Po me bën një far plani, një far plani se kemi pas mall edhe roll kur vi ka Adnani pe Londrës aty unë ishim më mbledh shumë me Armundin e me këta disa ardha Adnani biletash edhe kohën e fundit i ke prit shumë mirë Adnanin këtë Armundin kur kanë ardhur me Adnan Kafazin me filmin i taku ka tregu këtë mi ka thënë fotografitë ato e keni një komunitet jeni prisa shumë kur vim këtu. Jemi lirë, edhe jemi entuziast. Kur vjen ti, kur vjen dikush për Kosovës, jemi entuziast, mas na punojmë atje gjatë kohës, shumë të në kohës punojmë. Neve edhe pak na përshtatet, kur vini ju dikush që adin me pas edhe me dal pak, edhe me vizitu edhe vetë qytetin. Unë nëjse unë të qytet jem të nditën, se taksistja, po ka shumë tjerë që i kam puna tjera. Nështë të vetëm në kohë, kur dalin Londrën e shojnë, është kur vjen një dikush prej Kosovës, ose një musafir tjetër prej Shqipërisë. Me dalë. Po, është i varnaci, kurse ju këtu të në kohën e keni qashtu. Edhe në për shembull për shoh që po ndryshojnë pak rolet. Këtu kur po vina edhe, nuk e di, dita ditës po e shoh që këtu nuk kanë kohë shumë njerëzit që shkan pas. Që shkan pas. Po, atje për shembull na punojmë të kohën, edhe një javë ditë që vjen i Liri, ose që vjen Armondi, ose që vjen dikush në shok për i neve, ose në ndonjë familjar, normal që me knatësit madhe, se edhe vetë kënash me bre. Pse atë na po thu që shtu kurrë dhone që 5 herë jam tonë në Londër, asnjëherë s'u ke taku. Se erdh kum thirr. Unë traumatizuar në ty në Londër më përftyruaj dashun se kom përjetime të rana. Çat kom bona. Kur kime ma kthy atë na ket këto çat kom bone. Nuk i dihet. Nuk i dihet. Po thu do të me pas kujdes edhe una. Një ta kum kthy atë kujtohet. E di me telefon për te Faruk Begolli. Bravo. Hajde tregona çana ke vë. Ajo ka qenë vetëmja moment që unë të kum revanxhu deri dikon si me pas bo plan më burë. Ama po ti shkove mrena, edhe ti më kallzove që kuj për lyp një telefon. Faruku. Ai Faruku i ndjeri ishte në gjendje kritike me shëndet. Ka qenë me shëndet me kancer. Edhe tash që ndodhi mort ti Armondi, shku në spital me po. Edhe si na himrana ata, po ne apo është një telefon, diçka i kesh një telefon. Edhe thash profesor, po nina shumë i nderuar që e marr sane, thash ku i ki telefonin? Edhe u kthyaj telefonin, po ta kum dërgu thash mas i Lirit edhe Armondit një telefon edhe më i mend se unë një herë kum taku krejt Faruk Begollin edhe me ju e pata taku njërin në spital. Ju ka këthy ju e dhe dhe tha, kua telefoni që ma ka pru zhuqa? Mëre, hajna. Se, ku pas pa pra. Ty të thëshit zhuqa. Bravo. Edhe tha, mëre, hajna. Unë najta do minuta dola, po ati ka met marak. Kuja bëjshim na, po rran, ja, thekës, rran zhuqko.
ja ka dhënë dhe ke telefonin me maqu mu, ajo. Po, se unë Hojnat, thash unë ty të ja kam keni thash- dhënë në i femnës të ke qeni shku aty, ja keni volë Unë thash ty telefonin. të kam i dal, ka qenë knatësi shumë e madhe, Me tha, po telefonit thash s'pesho kur ai konë di shumë, ku qa pa to, qatëre ma ke këthy, po qatëre ma ke këthy sa kretë to qatë ku bo në adnan. Jo, po, Unë s'ko bo shumë sa në thoja. ka vdeki ndjeri me barak, që se ke dhënë telefonin. Ka menu me gjithë, si hajnë. edhe ka menu gjithë. Halal s'ta ka bo, a? Kur ish, gjithë dhe ke ju, dhe ma keni vjedh telefonit që ma ka qu zhuqko. Edhe 2-3 që si sane ti boj dikon. Edhe barazom, ja, Lame, fita. Po, lame, ti, se ki, adin, do me thonë, nuk është shumë problem. Adnan, unë jam këtu këmë të prit. Do me thonë, qyre sonë të shumë falinderi që e kun mësafir, na ke shpalus dësani interesante për Londër e këto gjatë historisë tone. Po, nuk është me Londër vesh me kash, mo, man. Këmi ti, kur mi bënë dosane, këmë të thirë, aki mas 3 muje, 5 muje, 6 muje, 1 vjetë, kur mi këthen do, ki mur prap që aty, edhe ki me kalzu që am ke bo. Unë e s'foli mo që atë këmë bo. Unë e kom alo me fol, po nuk foli mo. Tani ti ki marrë dhe me fol. A u morë vesh? A u kuptu? A jemi okej? Faleminderit shumë për Adnan, shumë faleminderit që gjithë e kohë, di që i ki kohën e shkurt limitume, 3-4 ditë vjen ato në Kosovë, edhe është knasi me të pas, edhe respekt të madh edhe të veçantë që ke gjithë këtë kohë me artë une, përveç këtyve punëve që ki shumë punë më të mira, më të mëshme se me artë të une. Po, shumë faleminderit. Këto me të vërtetë e shmoj dhe respektoj Adnan prej teje. Prej këtë tjerave të mëshme që i kam, kjo është shumë punë e mëshme. Faleminderit që më ka dhënë rastin. Ishte knatësi, edhe gjithmonë me knatësi do të vi sa herë që të më ftofsh. Iler. Edhe kaj stile kështu direkt vi prej Londra për ty. Faleminderit, veç jo pa telefon. Tash po bjen telefona mo. E ki shumë shtrajt. Për pora i lajmëresh edhe që jem ka hupi ka si ta ktheshin sigurimit tash mo. Se s'ka bota da vera Adnani. Bojo me si dallavere, po se di pse pse më ka pik. po më prezanton kështu si Jo, larga asaj, unë i kum bu këto. Adnan, shumë faleminderit, edhe njerë. Shikos të nderuar, Adnan Byty që ishte nga Londra, shok jam i ngusht edhe i shpalosi disa të mira që ka i ndigjum këtu. Ka edhe pak asi kështu, po sido që tjetë, kjo është një kulturë edhe një edukat, e jam edhe Adnani që kemi bu në Londër. Kështu që, mos harroni lutem me bo subscribe sa ma shumë, subscribe edhe like me shpërnda. Kujdes, stop, eat and go. Yes Pharma, Erika Apartments.